Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, Sevisa Allushi, zhvilloi një takim me studentët e Universitetit të Vlorës, Ismail Qemali. Allushi teksa vlerësoi studentët si forca më e madhe e saj, tha se fushata e largoi nga auditorët, por jo nga studentët. Na kishte marrë malli për njëri tjetrin, ndaj dhe ne u organizuam për një mbrëmje argëtuese, plot energji pozitive që vetëm mosha e tyre di ta jap, shprehet Allushi. Kandidatja socialiste për deputete në qarkun e Vlorës theksoi se studentët janë mbështetja e saj më e madhe e se u është falënderuese për këtë. Allushi theksoi se ky aktivitet nuk është politik, por një aktivitet takimi me të rinjt, me të cilët ajo si pedagoge punon çdo ditë. Ky nuk është një aktivitet partijak, e kam thjesht për çepin tuaj dhe timin. Jeni më të mirët, ju jeni sinqerisht fuqia ime dhe ju falenderoj për mbështetjen tuaj të drejtanishme. Jeni shumë të mirë të gjithë, faleminderit. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, Sevisa Allushi, ju the studentëve se duhet të jenë bashkë më 11 maja në vazhdim për të bërë më të mirën për të ardhmen e tyre.